Disa shprehje për të qetësuar një fëmijë i cili është i zemëruar. Thojini kështu: është normale që ndonjëherë të ndihesh kështu. Edhe mua më ndodh të zemërohem. E shoh që je i mërzemëruar. Çfarë ka ndodhur? A mund të të ndihmoj? Të dua shumë dhe jam këtu me ty. Nëse ke nevojë të flasësh, të rrim bashk. Le të marrim frymë thellë së bashku, ngadalë, na ndihmon të qetësohemi. Këto janë mënyra që arrihen dal ngadalë. Mos ushtroni trysni mbi veten tuaj dhe mbi fëmijën. Mënyrat e reja ka nevojë për kohë dhe përsëritje të vazhdueshme. Dhe këtë mund ta gjeni te libri Rregullimi i emocioneve. Është një libër shumë i vlefshëm, i shkruar nga Brunilda Sulaj, i cili do t'ju mësoj gjithçka mbi situatat që kaloni mbi fëmijën tuaj.